Me pankarta në duar ka vetëm 2 gjeni, mashkull dhe femër, 10 qytetar nga shoqëria civile dhe organizata të ndryshme protestuan këtë të ejte para dyerve të Kuvendit të Shqipërisë, duke kërkuar mosmiratim të projektligjit për barazinë gjinore. Politika pro familjes. Politika pro familjes. Vrasësit e traditës. Protestuesit pretendojnë se disa formulime të ligjit si tuk fjalëshi gjenia gjithëpërfshirëse, pavarësisht përkatësisë gjinore, apo në të gjithë diversitetin e tyre, shkatrojnë familjen tradicionale shqiptare, duke lënë hapësirë për keqinterpretim të më shumë se sa 2 gjinive, si mashkull dhe femër, pavarësisht ndryshimit të bërë në projektligj në nenin 4, ku thuhet qartë se gjeni njihet vetëm burrë dhe grua, apo vajzë dhe djalë. Ky projektligj nuk është projektligj shqiptar për shqiptarët. Ky është projektligj i huaj, është një kancer, është një trup i huaj. Ky projektligj është genocid, genocid ndaj fëmijëve. Ndaj ne i themi jo këtij projektligji. Ky është projektligji më i tmerrshëm i pabarazisë për ne. Kauza nuk janë parat, zotëri. Për ne dhe për shqiptarët që duan shtëpinë, familjen, babën dhe nënën, fëmijët e tyre. Kauza është kauza e jetës. Pasojat e këtij ligji, nëse do miratohet sot, do jenë katastrofike. U bë thirrje deputetëve që janë brenda parlamentit që të kenë parasysh fëmijët e tyre, edhe librit dhe mbesat e tyre. Le ta dinë se me këtë ligj nëse do ta miratojnë, po i vendosin një minë shumë të madhe të ardhmës së fëmijëve të tyre dhe të librave dhe mbesave të tyre. Sa i takon termave gjithëpërfshirëse apo diversitet gjinor, mazhoranca ka sqaruar në komisione se ky projektligj lidhet vetëm me barazinë mes burrit dhe gruas në nivel përfaqësimi dhe kundër diskriminimit të çdo individi në jetën publike dhe sociale, dhe se nuk ka lidhje me njohjen e një gjinie të tretë. Megjithatë, pjesëmarrësit në tubimin paqësor thanë se do të zhvillojnë një tjetër tubim në sheshin Skënderbej ditën e shtunë.